Zoti Muhamet, kecje po keqje, do të them me të dy opsionet, deri në momentin që ndoshta unë besoj po më ndjek edhe mund të ma thot e ka me C apo me Ç, po më shkruan në Facebook, në rrjetet sociale. Mirëmëngjes Sandi, thot, me listat, Edi ka bërë shumë mirë, sepse merr vota, thot ai deputet që ka punuar dhe ka qenë i drejtë me ligjin dhe moralisht i pastër. E ka me atë idenë që deputetët aktual pjesa më e madhe janë në listë të hapur. Edhe televizioni juaj, thot, e tha që kush ka mbështetjen më të madhe, Saliran Berisha nuk mund të fitojë asnjëherë, thot, prandaj është humbje kohe. Pas votimeve do të shikoni sondazhet e Pjepolit, thot, mbrëm ka marrë fund gjithçka. Të uroj ditën e verës ju dhe familjes suaj, unë uroj gëzuar ditën e verës, shëndete, çdo të mira. Dhe në diskutimet, duke ndjekur diskutimet e mia me zotrin pak më parë, shkruan, jam dakord me ju, thot, që garda është e Republikës së Shtetit, thot, dhe jo e partive politike. Edhe unë kam qenë pjesë e gardës në Tiranë në vitet 80-82, shëndete, një ditë mbarë, unë ende në ato vite nuk ishe lindur, po qërën si ka kjo, ndërsa zotria nga Shkodra shkruan përshëndetje, thot, si fillim deshta me pyet telefonuesin nga Gramsci, ai ka mustaqet më të bukura Gjuzja, po Rama, thot, nuk i shahen mustaqet as kujt. Dikur janë vra, thot, po ti kishe shah dikujt mustaqet. Okej, nuk i shahen mustaqet as kujt, dikur janë vrar, por ti shash mustaqet. Okej, sepse besoj që ajo çështja e mustaqeve tregon edhe idenë e burrërisë apo etj. Okej, më kështu mund të jetë. Sa për lista, thot, ato të PD-s janë lista fituese me patjetër, thot, kjo duket nga emrat për çdo qark, ditë tjetër, thot, mund t'i krahasojmë edhe me emra. Shkodrani mesazh dërgues, edhe më ka pyetur para 2-3 ditësh, thot, si nuk e përgjigj kush pyetjes që bana para 3 ditësh, thot, pse hyjnë e dalin në SPAK duke qeshur zyrtarët e PS-s, thot, që janë me shumicë. Nëse ata që na dëgjojnë, nëse dëshirojnë të i përgjigjen kësaj pyetje, që pse hyjnë dhe dalin qeshur në SPAK zyrtarët e PS-s.